Imamët janë figurat më të qesharake në botë, tha një gazetar që nuk ja vlen t'i përmendet emri, sepse ne merremi me fenomene, jo me individ. Para se t'i përgjigjemi kësaj mendësie, duhet të theksojmë se ky gazetar ka dështuar në publik. Nuk është se gëzon respekt dhe autoritet tek audienca, prandaj edhe nuk duhet të merret seriozisht. Le të rikthehemi frazës pse qenë kanë imamët figurat më të qesharake në botë. Përgjigjen e kësaj e gjejmë në Kur'an, në fjalën e Zotit. Kurani shpalos prototipet e njerëzve. Tregon se pikpamjet e këtij gazetarit nuk janë të reja dhe moderne, por janë të vjetra sa vetë njerëzimi. Zoti na tregon se si njerëzit mendjelehtë talleshin me pejgamberët e tij, i përqeshin figurat më të larta të historisë njerëzore, si Nuhu, Shuaibi, Salihu, Ibrahimi, Musa, Isa, pra Jezu Krishti, Muhamedi e të tjerë. Paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata. Ata shiheshin si figurat qesharake nga disa bashkohës së tyre, por përfundimi i atyre që talleshin duke thënë që janë këto pralla, që janë këto budallënj, nuk është kthy kush më na tregu, nuk është i mirë. Prandaj kjo nuk është çështje moderniteti e perëndimi, por është çështje besimi dhe mosbesimi. Imamët që përçojnë fjalët e Zotit dhe të pejgamberëve, për disa duken qesharak, për ata që besojnë janë burim këshille dhe përkujtimi. Po kur bie si argument se edhe perëndimi është tallur me Krishtin. Po pse gjë e bukur dhe virtyt është të tallësh me Krishtin? Habitem me disa krishterë që kënaqen nga urrëtia e disa mediatikëve ndaj Islamit. Ata në fakt tallin edhe vlerat e krishterëve. Rasti i këtij gazetari dhe rasti i një portali që sulmonte imamin e Dine Hoxhës para disa ditëve, nga njëra anë më gëzon në dy aspekte. E para, niveli mediokër dhe ignoranca e atyre që sulmojnë Islamin, dhe e dyta, tashmë faktori Islam nuk është më diskutim i getove dhe i kovendeve të ngushta, por është diskutim publik, që do të thotë se dita ditës po merr peshë, dhe kjo është gjë e mirë.